C.S. Lewis lindi në vitin 1898 në Belfast, një qytet me histori të pasur dhe komplekse. Qendër e rëndësishme tregtare, kultura, arsimi dhe feja kishin rol të madh në jetën e komunitetit. Humbja e nënës në moshë shumë të vogël ishte përvoja e parë e madhe e dhimbjes që do ta shoqëronte gjithë jetën. Kjo humbje e hershme, së bashku me një marrëdhënie të ftohtë me baban dhe përvoja traumatike të luftës së parë botërore, e formuan Lewis si një mendje skeptike, tompre dhe të rezervuar emocionalisht. Në vitet e rinis, ai u bë ateist, duke besuar se vuajtja njerëzore dhe absurditeti i botës e bënin idenë e Zotit të papranueshme. Megjithatë, Lewis ishte para së gjithash një mendimtar i ndershëm. Si studiues i letërsisë klasike dhe mitologjisë, ai u përball vazhdimisht me temat e së vërtetës, sakrificës, së mirës dhe së keqes. Ai vuri re se edhe pse e mohonte Zotin, nuk arrinte të shpëtonte dot nga ideja e një morali objektiv. Pikërisht, kjo përplasje e brendshme mes mendjes dhe bindjeve të tij e çoi gradualisht drejt pranimit të ekzistencës së Zotit. Kthimi i tij në krishtërim nuk kishte i menjëhershëm dhe as emocional. Ishte një proces i ngadalt, intelektual, ekzistencial që ai vetë përshkruante si një dorëzim të vështirë ndaj së vërtetës. Pas kthimit në besim, Lewis nuk u bë predikues tradicional, por përkthyes i besimit për mendjen moderne. Ai vazhdoi karrierën akademike në Oxford dhe më pas në Cambridge, duke shkruar paralelisht vepra letrare dhe apologjetike, duke u bërë një nga mendimtarët më të njohur të shekullit të 20. Librat e tij synonin të flisnin njerëzve racional, skeptik, të lodhur nga fjalët e mëdha për të etur për kuptim. Ai besonte se besimi nuk duhet të shmangë pyetjet e vështira, por t'i përballojë ato me ndershmëri. Në jetën personale, Lewis jetoi për dekada si beqar. Ai e konsideronte veten emocionalisht të mbyllur dhe jo të thirrur për martesë. Pikërisht për këtë arsye, martesa e tij e vonë me Joy Davidman në moshën 58 vjeçare ishte një surprizë edhe për atë vet. Joy solli në jetën e tij jo vetëm dashurinë romantike, por edhe një thellësi të re njerëzore dhe emocionale. Për herë të parë, Lewis përjetoi afërsinë, ndarjen e përditshme, frikën e humbjes dhe pastaj realisht humbjen. Sëmundja dhe vdekja e Joyt nga kanceri e tronditën thellë Lewis dhe e vun besimin e tij përballë provës më të fortë. Ai nuk e fsheu krizën shpirtërore që pasoi, përkundrazi, shkroi hapur për zemërimin, dyshimin dhe përvojën e një Zoti që dukej i heshtur. Kjo periudhë nuk e shkatroi besimin e tij, por e zhveshi nga idealizmi i rrem, duke e bërë më të thellë dhe më të vërtetë. Jeta e C.S. Lewis, e pasuruar me këto përvoja, mbetet jashtëzakonisht aktuale sot. Një jetë që tregon se besimi mund të lindë nga mendimi i thellë, se dashuria mund të vijë dhe se dhimbja nuk e përjashton Zotin, por shpesh e sfidon mënyrën tonë për të kuptuarit e tij.